Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani 2 thelpi hudhër në ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Hudhra është një burim natyral i shumë ushqyesve të domosdoshëm për shëndetin e organizmit. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes të sëmundjeve të këqija dhe lufton të gjitha infeksionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron në qoftë se ajo konsumohet e gjallë, sepse gatimi i tjetërson të gjithë përbërësit mirëbërës të kësaj barishtaje. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 thelpi në ditë që të merrni përfitime të mëdha. Për një zemër të fortë, kjo barishte i bën mirë zemrës, ajo ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe kolesterolit. Për më tepër, hudhra pakson edhe rrezikun e arteriosklerozës dhe ndihmon në funksionimin e enëve të gjakut. Qelizat e dëmshme, përbërës të shumë të hudhrës, siç janë për shembull alicina, ajoena dhe trisulfidet, ju mbrojnë nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat. Alicina pengon në rritjen e qelizave të këqija, ndërsa 2 përbërësit e tjerë shkatërrojnë ato të formuara dhe të zhvilluara në organizëm. Përveç kësaj, hudhra ndihmon në detoksifikimin e qelizave dhe gjithashtu shërben si një antioksidant kundër infeksioneve. Hudhra është përdorur prej shekuj si një përbërës tepër i fuqishëm kundër mikrobeve. Sipas të dhënave, alicina e cila gjendet tek kjo bimë është përbërësi kryesor i cili e ndihmon trupin të largojë bakteret siç është salmonela. Ndërkohë, hudhra është një antibakterial aq i fuqishëm sa arrin të zbrapsë edhe bakteret kokforta të cilat i rezistojnë disa antibiotikëve. Hani hudhër. Hudhra është një përbërës që nuk duhet të mungojë në shumë gatime, që nga salca e makaronave dhe deri tek mishi apo sallatat. Ka disa sallata dhe salca të cilat krijojnë si përbërës hudhrën e pagatuar. Ne ju sugjerojmë që ju të përgatisni një salcë të shijshme me avokado, hudhër, vaj ulliri, limon jeshil, krip dhe piper. Hudhrën e gjallë mundet ta përdorni edhe në puren e patateve. Atë mundet që ta grini holl, ta shtypni për të çliruar alicinën dhe ta shtoni në sallata apo supat me domate si edhe karrota. Siguroni që të konsumoni të paktën 2 thelpi hudhër në ditë nëpërmjet recetave të larmishme. Ndërkohë, sipas ekspertëve, hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë në të vërtetë kjo? Hudhra përmban alicin, e cila çlirohet kur konsumohet. Alicina vret lloje të ndryshme bakteresh, ka efekt antiseptik dhe gjithashtu pengon edhe riprodhimin e mikroorganizmave, por njëkohësisht edhe shkatërrohet në temperatura tepër të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme që të konsumohet hudhra e freskët dhe e patrajtuar termikisht. Ja çfarë i ndodh trupit tonë në qoftë se ne do të ham hudhër çdo ditë. Mbron sistemin kardiovaskular. 1 thelpi hudhër në ditë ndihmon në forcimin e enëve të gjakut dhe stimulon qarkullimin e gjakut dhe njëkohësisht ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra, sipas ekspertëve, ndihmon në forcimin e enëve të gjakut dhe ul nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ajo forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe gjithashtu largon toksinat të cilat e dëmtojnë organizmin. Stimulon prodhimin e lëngut gastrik dhe gjithashtu rregullon edhe funksionimin e pankreasit dhe gjithashtu
përmirëson oreksin, lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut, mund të ngadalsoj procesin e depozitimit të kriprave dhe gjithashtu rikthen kërcin dhe indet të kyçeve dhe shërben si një parandalim i osteoporozës. Është jashtëzakonisht i pasur me antioksidant, flavonoide, vitamina të grupit B dhe acide të cilat janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, të japin asaj elasticitet dhe të luftojnë shfaqjen e akneve dhe rrudhave. Nutricionistët besojnë se futja e hudrës në dietë shkakton humbjen e peshës së tepërt. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme edhe për mirëqenien tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë të gjitha arsyet se pse duhet të hani hudhra. Mban në dhëmbët e shëndetshëm. Hulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Veti antiplakje. Sipas hulumtimeve, hudhrat janë efektive dhe kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndërrojnë ushimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë të gjitha qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë bëhet akoma dhe më e butë dhe truri ynë bëhet më i ngadalt. Kjo është edhe pasoja e cila vjen nga stresi oksidativ. Në këtë raste, hudhra mund të jetë një shtesë tepër e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi juaj të rrisë prodhimin e substancave në gjak, të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen edhe si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalsimin e shenjave fizike të plakjes. Hudhra ju bën akoma edhe më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por është e vërtet. Sigurisht të gjithë e dim efektin që hudhra ka në erën e frymëmarrjes tonë, por a e dini se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet në vitin 2016 kanë treguar që ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtet është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes i përshkruan aromat të njerëzve të cilët kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mund edhe të jetë për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës. Bakteret që shkaktojnë erën e keqe të djersës zvogëlohen kur ju hani hudhra. Jini të vetëdijshëm që kjo funksionon më mirë kur hani hudhër një ditë para takimit tuaj. Hudhra e freskët forcon edhe sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra e forcon sistemin tuaj imunitar mund të kontribojë edhe në shëndetin ton, duke e ditur prej kohësh që hudhra ka qenë e njohur për efektet e saj pozitive për shëndetin, duke vepruar kundër baktereve të këqija, viruseve dhe gjithashtu kërpudhave. Për forcimin e sistemit imunitar duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron alicin dhe kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por me gatimin e saj ju do të humbisni shumicën ndërmuese të alicinës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.